Përshëndetje, receta për sot është tavë balte, një recetë e thjeshtë dhe tepër e shijshme. Vazhdo me përgatitjen. Si fillim, kam marrë 400 gram mish. Mishi duhet të jetë pjesa e tullit. E kam skuqur pak derisa është mpiksur pak mishi dhe më pas I kam hedhur vaj ulliri. Unë në këtë rast kam përdorur vaj ulliri, por mund të përdorni çfarë të lloj vaji që përdorni për gatim. Pasi e kam skuqur pak mishin, I hedh një kokër qep, të cilën e kam prerë shumë imët. Më pas I hedh një spec sjeçil dhe një spec të kuq. I trazoj për pak minuta dhe më pas I hedh 3 thelpi hudhër. I hedhim një lugë miell dhe vazhdojmë ta përziejmë mirë. Në momentin kur dëgjojmë atë aromën karakteristike që ka mielli kur skuqet, I hedhim salcën. Unë kam përdorur rreth 1-2 lugë salcë. Më pas I hedhim një domate mesatare. E trazojmë derisa domatja të zbutet. Më pas do t'i hedhim një gotë ujë, krip, piper të kuq dhe piper të zi. Duhet keni parasysh që për këtë recetë mishi duhet të jetë I njomë. Nëse mishi është I lashtë, duhet ta zieni mishin më parë dhe vazhdoni të njëjtin procedurë me perimet, siç kam vazhduar në video. Dhe më pas, nga fundit I hidhni mishin bashkë me langun. E lëmë të ziej për 20 minuta në temperaturë të ulët. Më pas, I hedhim 2 gjethe dafine. Gjethen e dafines mund t'ja hidhni që në fillim, por unë nuk e preferoj shumë aromën dhe prandaj ja hedh nga fundi. Më pas I hedh rreth 200 gram gjizë, por në mungesë të gjizës mund t'i hidhni dhe djathë të formuar. E përziej mirë dhe nëse e shihni që masa është pak e trashë, mund t'i hidhni dhe gjysmë gotë ujë. Nëse është e lëndshme, mund edhe mos t'ja hidhni. Më pas masën do ta vendosim nëpër tavat e paltës. Do ta vendosim në furrën e parangrohur me 200 gradë për 10 minuta. Pas 10 minutave, tavat e paltës janë gati, ka një aromë fantastike dhe shumë e shijshme.
Nëse e provoni, ju bëf të mirë. Dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta shpërndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!